Ledion Hamzaj dhe Gentiana Mustafaj, përkatësisht 16 dhe 17 vjeç, janë dy nxënësit që humbën jetën në mënyrë tragjike në autobusin e sulmuar me Kalashnikov të premte në mbrëmje. Disa pamje të publikuara në rrjetet sociale dëshmojnë për një miqësi të mirë mes Ledionit dhe Gentianës. Të dy u varrosën me një ceremoni të përbashkët sot në varrezat e fshatit, ku morën pjesë qindra persona. Dy të rinj plot energji, siç i përshkruajnë shokët e të afërmit, gjë që e reflektonin edhe në videot e postuara në TikTok. Miqtë e tyre të klasës kanë përmbledhur disa nga momentet e tyre më të bukura së bashku. Ngjarja në fshatin Glloxhan të Deçanit tronditi mbar opinionin publik, ndërsa autori vazhdon të mbetet në arrati. Qeveria e Kosovës ka ofruar 20.000 euro shpërblim për secilin qytetar që jep informacione për autorin e vrasjes së 3 fisht. Shoqja e klasës së Genta Mustafës ta dje për të shtatë se kjo është fotografia të cilën Genta dhe Ledioni e kishin bërë pak para se të vriteshin.